Kryeji i Qeverisë Shqiptare Edi Rama foli për nismën e re të mbështetjes me kredi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në aktivitetin e nënshkrimit të partneritetit të ri ndërmjet shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjeve shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfisho sipërmarrjen tënde, Edi Rama tha se interesi i kredisë për këta biznese do të jetë 2 dhe 3%. Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankën. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër niveli riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.